Personat që hanë qershi duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë, duke pasur parasysh se kanë pak kalori dhe shumë veti shëndetësore, mos hiqni dorë nga qershit, por duhet të jenë të freskëta dhe të pjekura mirë. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qershive në mënyrë të rregullt çdo ditë në dietën tuaj. Qershit janë mike të linjave tuaja. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qershit do t'i japin ndjesinë ngopjese, mbi të gjitha kanë pak kalori. Janë gjithashtu një vakt rikuperues për pasditet e nxehta të verës. Për më tepër, bishtat e qershive të zira në ujë me pak kanellë krijojnë gjithashtu një çaj dezitoksikues, diuretik dhe qetësues, dhe shumë të nevojshëm për të luftuar gjithashtu problemet e celulitit. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në luftën kundër problemeve të plakjes. Këto fruta të vogla dhe të parezistueshme përmbajnë vitaminën A, vitaminën C, vitamina të grupit B. Janë një burim i fortë i oligoelementëve, gjithashtu dhe mineraleve, me të cilat janë të pasur me hekur, kalium, magnez e të tjera. Të pasura me antioksidantë të nevojshme për të neutralizuar radikalet e lira dhe në luftën kundër problemeve të plakjes. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do t'i japë gjithashtu më shumë energji gjatë ditës. Sipas disa studimeve të fundit, qershit janë një nga ushqimet më të rëndësishme që bëjnë edhe të merrni pas aktiviteteve të caktuara fizike një rikuperim më të shpejtë. Avantazhet e tyre mund të merren duke pirë lëngun e tyre dhe disa kokra mund t'i konsumoni edhe çdo mëngjes. Shtimi i qershive në dietën tuaj ditore do ju ndihmojë të keni një lëkurë më të bukur dhe më të shëndetshme. Qershit do ju bëjnë të ndiheni edhe më të bukur, sidomos në lëkurë. Të paktën 20 kokra qershi të pjekura çdo ditë, edhe një fet kastravec dhe një lugë kos natyral i përzier bashkë në mikser, e lini të pushojë për 10 minuta. Përgatitja e tij dhe një maskë rifreskuese do të riaktivizojë duke u aplikuar në lëkurën tuaj. Në këtë mënyrë do të largoni qeskat e formuara në sy, rrudhat dhe gjithashtu do të keni një pamje më rinore dhe më të rikuperuar. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore të ushqyerjes mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Qershit janë një nga frutat me vlera më të larta ushqyese dhe si të tilla asesi nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj ditore. Ndaj konsumi i tyre, sa janë të freskëta dhe të stinës, mund të jetë një nga gjërat më të mira që mund t'i dhuroni trupit. Qershit janë të pasura me vitamina të grupit A, C dhe kalium. Vlera shëndetësore që do të merrni nga konsumi i qershive është gjithashtu edhe e lartë. Vitamina A dhe vitamina C të qershit do të përfshijnë një sistem imunitar më të përmirësuar, veti superiore të shërimit të trupit, shikueshmëri më të qartë veçanërisht në kushtet kur drita është vërtet e kufizuar. Konsumi i ushqimeve të pasura me kalium do ju ndihmojë gjithashtu në uljen e tensionit të gjakut dhe në zvogëlimin e riskut të formimit të gurve në veshka. Shtimi i qershive në dietën tuaj është një burim shumë i mirë i antioksidantëve, të fuqishëm këto edhe për të ushqyer trupin dhe për të përmirësuar organizmin tuaj në kushtet e vështira. Një ushqim i pasur me antioksidant do të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Shtimi i qershive në dietën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Kohët e fundit të zbuluar se qershit luftojnë pagjumsinë dhe dhimbjet muskulare. Kjo fal një antiinflamatori dhe vitaminës C, gjithashtu dhe antioksidantëve që gjenden me shumicë tek qershit. Shtimi i këtij fruti në vaktin tuaj ditor do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Qershit do të nxisin të keni një gjumë më cilësor, më të shëndetshëm dhe më pak probleme gjatë ditës. Sipas studimeve, vlerat anti-inflamatore të qershive ju ndihmojnë që të flini më mirë. Në ditët e ngrohta, qershit janë një zgjedhje jashtëzakonshme e shijshme dhe freskuese për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Zëvendësoni ushqimet e darkës me këto fruta të shijshme për të bërë një ndryshim thelbësor për shëndetin dhe në nxitjen më të mirë të gjumit cilësor. Qershit janë një ushqim shumë i mirë kundër dhimbjeve fizike. Qershit janë natyralisht të pasura me kalium, që përçojnë kështu impulse elektrike në të gjithë trupin tuaj. Ky mineral do të ndihmojë në ruajtjen e tensionit të gjakut me hidratim, rrimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, rrahjet e zemrës, gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të ekuilibrave dhe të pH-it. Një gotë me qershi e shtuar në dietën tuaj do të ofrojë 330 mg kalium dhe do të përbëjë rreth 10% të dozës së rekomanduar ditore të kaliumit. Qershi do të ndihmojnë gjithashtu edhe në luftën kundër inflamacionit. Studimet kanë treguar që antioksidantët që gjenden te qershit mund të paksojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë gjithashtu edhe inflamacione të shkaktuara nga osteoartriti. Shtimi i qershive në vaktin tuaj ditor do të forcojë edhe sistemin tuaj imunitar. Si të gjitha frutat dhe perimet e tjera, qershit janë gjithashtu të pasura me doza të larta të antioksidantëve, të cilët janë përbërës që luftojnë edhe virozat. Flavonoidet, antioksidantët që gjenden kryesisht te qershit, luftojnë infeksionet në shumë nivele. Studimet kanë treguar se këto element kanë ndikime domethënëse edhe në funksionet e sistemit tuaj imunitar, duke rrimëkëmbur atë dhe duke parandaluar komplikacionet e një pasnjëshme. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë edhe të energjisë trupore. Ndaj, konsumi i tyre brenda standardeve të rekomanduara mund të përbëjë një urë të mirë ushqyese në ndihmë të organizmit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qershit janë një frutë që mund t'i japë shumë përfitime në shëndetin e zemrës. Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës. Janë gjithashtu burime të pasura të zinkut, hekurit, kaliumit, manganit, gjithashtu edhe niveleve të larta të bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është një komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjet e trupit që rregullojnë punën e zemrës, gjithashtu edhe të presionit të gjakut. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu veti shumë të mira anti-inflamatore. Në saj të efekteve të forta të tyre anti-inflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleate të mira të organizmit në betejën kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidantë siç janë polifenolet, vitamina C, vitamina E, beta-karoten, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që shoqëron procesin inflamator të ashtu quajtur, që rekomandohet për njerëzit që kanë dhimbje të kyçeve dhe probleme të artritit, ose kanë edhe lëndime sportive. Sipas ekspertëve, 20 kokra qershi çdo ditë kanë efekte shumë të mira kundër këtyre komplikacioneve dhe mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një stimulues më të mirë të sistemit tretës dhe një parandalues të komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e qershive, atëherë konsumojeni ato sipas normës së rekomanduar nga ekspertët. Përmes acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqernave frutore, qershi do të stimulojnë punën e lukthit, të zorëve dhe të pankreasit dhe në këtë mënyrë ato gjithashtu do të stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershi do të nxisin edhe nxjerrjen e ujit të tepërt nga trupi i njeriut, duke lehtësuar kështu inflamacionet dhe duke përmirësuar organizmin tuaj në tërësi. Konsumi i qershive në dietat tuaja ditore do të jetë shumë i rëndësishëm edhe për rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.